Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës, ku së bashku do të përgatisim receta shumë të thjeshta dhe të shijshme. Sot do t'ju sjell recetën për përgatitjen e një piteje ose pete të mbushur me djathë dhe patate. Bëhet shumë e shijshme dhe shumë e lehtë për t'u përgatitur. Fëmijët do ta pëlqejnë shumë dhe mund t'u përgatisni qoftë për mëngjes ose edhe si vakt më vete për fëmijët apo edhe për të gjithë familjen. Bëhet e butë dhe shumë e shijshme. Le të nisim me recetën. Para se të nisim përgatitjen e kësaj piteje, në fillim të zgjem një patate. Një kokër patate mesatare mjafton. E vendosim pataten për ta zier dhe tani do nisim të bëjmë brumin. Për brumin do të përdorim qelle me majat të freskët. Shtojmë tek roboti dhe një lugë sheqer dhe hedhim edhe një gotë 180 ml me ujë të ngrohtë. Trazojmë së bashku dhe do të shtojmë edhe kripën. Nëse përdorni maja të thatë, do ta lini që të pushojë majan për 5 minuta dhe më pas do t'i shtojmë kripën. Ndërsa nëse përdorni maja aktive, nuk ka asnjë problem nëse e shtoni kripën direkt. Në fund do të shtojmë edhe 2 gota e gjysmë e miell. Në fillim unë kam shtuar 2 gota miell dhe e kam punuar brumin me robotin e kuzhinës. Gota që kam përdorur në këtë rast është gotë 250 ml. Brumin në këtë rast e kam zënë me makineri, por sigurisht që mund ta zini edhe me dorë. Pasi brumi është punuar për 2 ose 3 minuta, e shikojmë nëse ka nevojë për më shumë miell. Dhe prandaj unë kam shtuar edhe gjysmë gote me miell. Pra në total për këtë brum kam përdorur 2 gota e gjysmë e miell. E punojmë sërish me robotin e kuzhinës për 2 ose 3 minuta të tjera dhe më pas e heqim menën nga roboti. Pasi e zëm brumin, e lëm të pushojë derisa të bëjmë mbushjen. Tani që brumin e kemi përgatitur, do të shikojmë nëse patatja është gati apo jo, dhe nëse ka zgjerë siç duhet, tani do ta shtypim me një pirun. E shtypim patate me një pirun dhe e lëm gati. Ndërkohë do grim edhe 200 gram djathë picash. Unë përdor djathë Gouda, por ju përdorni djathin që përdorni kur bëni pica. E grini djathin dhe e lini gati derisa të hapim brumin. Tani që edhe mbushjen e kemi gati, do hapim petën me brumin që përgatitëm. Brumin në total do e lëm që të pushoj për 15 deri në 20 minuta, edhe më pas brumin e hedhim në tavolinë, e spërkasim me pak miell dhe do e hapim tani me një tërhollës, duke dhënë formën e një pete me trashësi mesatare. Do të hapim një petë as shumë të hollë dhe as shumë të trashë. Po të doni mund të hapni një petë të vetme dhe ta bëni pitën të madhe në fund. Edhe ashtu mund ta konsumoni me gjithë familjen, siç e kam bërë edhe unë. Ose po të doni, brumin e ndani në kuleç më të vegjël edhe më pas i mbushni me mbushje me patate dhe djathë. Dhe në këtë mënyrë në fund do të bëni disa pite të tilla. Unë kam bërë vetëm një pite të madhe, po të doni edhe ju e bëni në këtë mënyrë. Pasi e hapim petën e madhe, i vendosim gjysmën e djathit që grim në fillim dhe sipër djathit vendosim pataten pure që zjem, edhe në fund sipër patates do vendosim dhe pjesën e djathit që na ka ngelur. Po të doni e mbushni edhe më shumë djath, por unë mendoj që kaq është mjaftueshëm. Në këtë mënyrë fëmijët e han me qejf dhe nuk ju mërzitet. Pasi e vendosim mbushjen sipër, nisim të mbyllim anët e petës me kujdes, siç e shikoni edhe në video. E mbyllim petën duke krijuar një masë si kulaç të madh si top, por duke pasur kujdes që kulaçi të mbyllet mirë dhe mbushja me patate dhe djathë të ngelet brenda dhe mos dalë jashtë. Pasi e mbyllim kulaçin me kujdes,
Tani do e rihapim sërish kulaçin me tërhollës. Por këtë herë e hapim me shumë kujdes dhe e hapim sa të kemi mundësi. Rëndësi ka që të hapet peta në formën e një peteje me trashësi siç e shikoni edhe në video, por duke pasur kujdes që pitjet mos na çahet dhe të na dalë mbushja jashtë. Kur petën e hapim sa duhet, tani do e pjekim. Në zjarr mesatar do vendosim një tigan që nuk ngjit dhe do lëmë që të nxehet mirë. Tiganit i hedhim dhe pak gjalp. Dhe kur gjalpi shkrin, në tigan do vendosim piten që të piqet. E lëm të piqet në zjarr mesatar për të paktën 2 minuta në njërin krah. Dhe pastaj e kthejmë në anën tjetër dhe e lëm të piqet dhe në këtë krah për 2 ose 3 minuta të tjera. Të dyja anët e petës gjatë pjekjes ja lyejmë me gjalp, edhe në këtë mënyrë peta piqet edhe më mirë, por edhe merr ngjyrë më të bukur dhe pitja ngelet shumë e butë. Pasi pitja piqet në të dyja krahët, e heqim dhe e presim dhe më pas e shërbejmë. Ua garantoj që do t'ju kënaq e sidomos fëmijët. Unë asolla këtë ide për ta pasur për vaktet tuaja, mund ta shërbeni me një supë dhe drekën ose darkën e keni gati. Do shikoni dhe vetë se sa e butë që ka dalë dhe se sa e mirë duket, dhe unë ma garantoj që edhe shijen e ka shumë të mirë. Të dyja vajzat e mia e pëlqyen shumë dhe mendoj që edhe fëmijët tuaj nëse e provoni u ta pëlqejnë shumë. E keni dhe ide që mund t'u përgatisni fëmijëve për në mëngjes, mund ta provoni që ta zini brumin që në darkë dhe ta lini për ta përgatitur ditën tjetër në mëngjes para se fëmijët të shkojnë në shkollë. Unë shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Mua më gjeni gjithashtu dhe në Instagram, duke më kërkuar me emrin Rajana Kitchen. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.